Rikthehemi flasim për një tjetër zhvillim, atë të djeshmin, deklarimin e zotit Dumani që do të largohet nga SPAK. Sigurisht pas kërkesës që ai bëri ndaj temi politikës dhe në kuvend, pra në komisionin kuvendor, ku tha që të SPAK-u, prokurorëve të SPAK-ut aktualve duhet jepet mundësia të kandidojnë, pra jo ta marrin automatikisht, pra jo direkt me një ndryshim kushtetues, po të paktën atyre t'u lejohet të rikandidojnë për një tjetër mandat 9 vjeçar. Megjithatë, Romeo, unë ndjeva doza nervozizmi në tonin e Dumanit. Po, unë mendoj që ka drejt çdo njeri që do të lejë një legasi, domethënë. E ka nivelin e përgjegjësisë dhe profesionale, po mendoj tani edhe më gjerta. E ka marrë një përgjegjësi, ka marrë një fytyrë, edhe do të lërë një tashigimi, po të shkojnë punët mirë dhe më pas. Edhe unë kështu do veproja, po të isha në vend të tij. Tani ne kemi një strukturë e cila nuk kufizohet në kohë, duke qenë që është një organ kushtetues, vetëm po ndryshua kushtetuta, mos parashikohet kushtetut, kufizohet SPAK-u, po kufizohen prokurorët SPAK. Me 3 vite pa drejt zgjedhje si kryetar dhe me 9 vite komplet si prokurorë e tjerë. Tani e dha një argument që vlen, e para njeriu kur e di që është i përjetshëm punë, pra aq sa kohë, siç e kanë parashikuar gjithë administrata, pra vetëm kur jep dorëheqjen, ka bërë shkelje etj, me dënohet, smuret, apo nuk paraqiten punë, apo ka vdekur etj, ai ka një garanci. Këtë du të japim dhe për administratën, në vërtet, po kur je i përkohshëm, një, dyta, ai sapo struktura e tillë është, unë kam speciale, e shikoj që jo speciale janë bërë njerëzit, nuk e bëjnë do strukturën speciale, i kanë dhënë emrin, se ai krimet e rënda që ishin janë thyer në këtë strukturë, dhe unë mendoj që nevojat e Shqipërisë kërkojnë që të zgjerohet kjo strukturë, do kemi shumë punë për të bërë, pra bilet marri dhe nga këto strukturat e rretheve që porin kodeve gjetojnë edhe nuk ndryshojnë, edhe bile ka rënduar avazet e tyre, ato likësit e tyre, e dyta ata kanë dosje. Ne dim që dosje zgjasin. Tani këta krijojnë përvojë një. Njohin edhe përveç përvojës punës, sprovitë e punës, stereotipin profesional, themi ne, dinamik, por njohin dhe terrenin tani. Pra nga një çështje me tjetrën, informacioni rritet, njohja me terrenin e krimit rritet, dhe me politikën që ndërhyn në korupcion në këto njivet. Dhe momenti që ai mund të dali si grupim, dhe ai tha do dalin gjithë në një kohë si grupim, ata do kenë dosjen e përduar, si ty delegojnë dosjet. Pra, aty do kemi një gjendje pezull të zëtër shëndetshme nga ana juridike. Pardoni, argumenti Dumani që jo qëndron. Ai ka qenë i kursyer për të folur më tepër. Unë mendoj që ne duke parë për çfarë janë aty, për çfarë kemi çuar atje, se Gallataxhi janë ata që votojnë aty në parlament. Tani niveli i parlamentit të shkyqë na vjen tur bile që i kemi ata atje. Po të bëjnë punë, ta konstatojnë nga këta profesionistë, nga nga Olsi Çela që është kryeprokuror, që ne kemi nevojë për disa ndryshime dhe të binë dakord. Të binë dakord tani të bëjnë ndryshime, pa të fuqizohet SPAK-u. Se sa kemi hyrë, sa kemi futur njërin këmbë në luftë kundër korrupsionit, tani me një berish me aq muaj sa ndonjë shtëpi ndonjë fundit, edhe me 1 met 1 vit atje, dhe pa asnjë zhdëmtim real ato biliona etj, dhe po them se Bardhi është fut me demek në planin personal, po flas edhe si mjek. Ne kemi pasur 2 president mjek, po Begaj si njeri skrasohet kur me Berishën. Mos takon ta them se fëmijët e mi janë gjak me te. Unë kam mbrojt procedurën kushtetuese, se mund ta mbrojt më shumë se të tjerët. Nuk krahasohet, është një i shkëlqyer dhe unë ja di ato si person. Po të merren tani, aty e ka Berishën edhe gjithë stafin e tij që na i solli ne përballë në përgjigje, me Begetin, me të Bankersin, të merret me që është kajtrim, aty i ka, është nëna e gjithë korrupsionit në Shqipëri. Tani vetëm për atë, ose në çdo institucion duhet të ketë të paktën nga 10 prokurorë të instalojmë, çdo institucion, dhe të marrin të gjithë historikun,
Okej. Këtë vështrimin tim. Trim pak te Dumani, sepse Te Dumani, pra, Dumani ky është minimumi që mund të bëjnë këta. Te nervozizmi. Te nervozizmi. Jo, mi bodhe ne nervoz tani. Jo, te Ky është minimumi që mund të bëjnë këta, ta dëgjojnë Dumanin dhe ta kuptojnë që ai s'po flet për vete. Unë bile dëshiroj... Mua më bëri përshtypje, me thënë vërtetën, mua më bëri që ta vazhdojmë, se s'kemi shumë minuta. Që tha do dali. Po, jo, ajo besoj ishte... U shpresoj ta kemi politik tani, dhe ka përfitu pikë se... Drejtësia bëhet nga politika. Sepse ajo që bura re nga komisioni, ishte deri diku karamuçën nervozizmi Dumanit, protagonizmi i ish kolegëve Dumanit që sot janë deputet opozitës, dhe indiferentizmi... Ato që i ka aq vetingu? Indiferentizmi... Ka dhënë dorëheqjen. Jo, s'ka dhënë dorëheqjen ata. Ata që përshtu me vetingu dhe mund të filloj dhe procesi indiferentizmi i deputetëve të mazhorancës. Po të bëhet vetingu ta më politik? Lutem. Më falë se të mora gjysmë minutë. Para... Se jo ka madhe se na hikën ritmi. Duke ditur dhe temperamentin e zotit... Nervozizmi Dumani, indiferentizmi i baballarëve të reformës drejtësi. Duke ditur temperamentin e zotit Dumani. Dhe protagonizmi të shkarkuarve nga reforma ndërsi tani që janë në opozitën. Teatri pa parë. Duke ditur temperamentin e zotit Dumani, nuk shpërfaqe e nervozizëm si pjesë dopsisti, hapsi përkundrazi. Jo, nuk e thashë dopsi. Jo, e them unë. E përjashtojmë plotësisht, pse? Po duk një nervi ti. E para, po ta them unë pse e ka nervin. E para, disa persona aty, ai i kanë hetim. Dhe disa të tjerë i kanë verifikim. Për disa të tjerë ka informacione se çfarë kanë bërë, po s'ka ende një fakt penal për të filluar një hetim. Pra ka disa kategori që ai i ka parë kudo. Sa mund të ketë parë dhe në Sky, rrethanore, jo se kanë bërë në një gjë. Por kjo është për të marrë me rezervë. Pra di më shumë se ç'duhet të di. Se sa din ata vetë. Dhe aty duhet frenohet. Ashtë. Dhe aty kur shikon që i bëjnë ata pyetje, ma kupton, dhe i flasin për drejtësie për këto, sigurisht, edhe unë kisha për të nxehur, jo për nxehur, po do kisha lënë zvend si në ca kohë, do ikja, do qetësohesh, sepse mund bëhet diçka tjetër më shumë. E dyta, është i zhgënjur me parlamentin shqiptar. Për shkak se ai e kupton se si do jetë e ardhmja e institucionit dhe i dhëmb, sepse bashkë me zotin Kraja e ngritën vetë, të dy. Në kuptimin që çfarë do bëhet me ta prokurorë që po bëhen cop sot. Disa për tyre, se nuk po bëhen gjithë cop aty. Disa të tjerë edhe po flenin që gjuhë, po për këta që po bëhen cop, ditë natë, me dosje, e me akuza, e me presione, me shantazhe, me kërcënime, me këta kush do jetë fati i tyre. Pra, rikandidimi i tyre mbas 9 viteve do ishte një zgjidhje e mundshme për të siguruar patundshmërinë, integritetin në shumë aspekte të tillë. Dhe nga kjo ai e pa një lloj indiferentizmi. Edhe komisioni Xhafa nuk është se u prit në shtator, pritet në tetor, s'po ndodh asgjë për një rekomandim të mundshëm që mund të kishte për ndryshimet kushtetuese në këtë kuadër, dhe ai shikonte si një zhgënjim që doi nga vetja dhe tha, shikoni, unë nuk e dua 3 vjeçarin tim, nuk do bëhem prap drejtues. Madje nuk dua as 9 vjeçarin që të rikandidoj vetë. Edhe vetë po iki. Po të paktën të lëm një trashëgimi për kolegët. Edhe bëri një paralajmërim shumë të fortë, se shumë pak. Më fal, sekond. Fatalizëm deklaratën e tij. Unë po ikë edhe se keni më mua, unë po ikë. Bëri një paralajmërim shumë të fortë, që shumë pak e kanë parashikuar. Vetëm ne që i shikojmë gjërat teknike. 11 prokurorë ikin 2028. 11. Do ketë një vakancë totale të jashtëzakonshme. Pra, i duhet paraprirë dhe kësaj, sepse ja kjo është reforma në drejtësi. Ke detajet e vogla mund na prishet. Përkohësisht mund na pezullohet puna e SPAK-ut. Pra mendoni se çfarë mund të ndodhë mas 3 vjetësh. Dhe këto ishin shqetësime që vërtet mund ta nervozonin, pastaj edhe pyetje, disa prej tyre ishin pyetje të mençura. Por shumica e pyetjeve ishin pyetje pastaj që më shumë provokative, e më shumë për ta nxjerrë keq, e për të vajtur në konotacione politike, akuza që i kanë bërë gjithkohën, por edhe një gjë. Ai futi dhe media dhe tha që kemi marrë shantazhe dhe kërcënime edhe nga media. Ka ardhur koha që ai në raportin e tij të thotë cila media, cili gazetar, kush portal dhe me ç'qëllim. Bashkëpunon me banda kriminale, me agjenturat tuaja, nga i merr lekët kjo media që më sulmon mua. Dhe për çfarë, domethënë kush është qëllimi këtyre? Ta bëj këtë, sepse këto janë në kufit e një vepre penale. Dhe ai e di shumë mirë këtë. Pra mos thot media në përgjithësi, sepse në një farë mënyrë do të ndajmë kritikën e shëndorës që ne bëjmë, sa herë ka diçka për të kritikuar, patjetër, po pa haruar punën e madhe që është bërë në 2024, është domethënë viti më i mirë që ka pasur SPAK-u, me sulmet e qëllimshme. Krahas punës, për te i punës, që është personale për ta intimiduar prokurorin. Dhe kjo është një gjë që ai duhet ta thotë, nëse ka një program transparence që ai bën me gazetarët, takimet informale, kjo do të jetë kryefjala. Që gazetari filan dhe filan dhe filan,
kanë këtë dhe bëjnë këtë. Portali filan bën këtë. Ai është prokuror, është institucion, ai duhet marrë masë. Tjetër, po s'mund ta thot në përgjithësi, se ka krijuar. S'mund të flisë me emra dje, se si she vendi, mendoj unë. Nuk ishte Jo, vendi është se ai po në raport do ta thotë presidenti. Ai dhe politikanëve i tregoj me gisht. Se ne shikojmë çfarë ndodh në hearing që Në ndodh raport do ta thotë. Po edhe aleatët kanë ndryshuar qëndrim. Deri dje thoshin me të madhe do të kërkojmë qeverisë shqiptare shtyrjen e mandatit, rikandidimin 9 vjeçar, ripërtëritjen e 3 vjeçarit për drejtuesin e këto, u ndryshua. Erdhi e ngarkuara me punë, në shtator tha drejtuesi i ri. Po. Kur të gjithë prisin që zoti Dumani në shtator të kishte një shpresë për të marrë një mandat tjetër. Ma më duk niveli diesh, më falë që përdor një fjalë pak. Se çka kanë amerikanët e din amerikanët. Pse ndryshuan kurs? Se besoj se kanë ndryshuar kurs, do rinë do shohim, besoj unë Ervin, dhe besoj se ajo do jetë, sepse ai ka qenë dhe institucioni më i besueshëm për amerikanët dhe në gjithë raportet e tyre ka qenë SPAK. Unë e pash dje nivelin, më falë për fjalorin, ordiner të deputetëve shqiptarë. Po të shikosh, Strazimiri kishe hallin e Berishës, Blushi kishe hallin e Metës, këta të mazhorancës totalisht të vakët, në njëri kishe indirekt donte të promovonte veten mënyrën se si e poziciononte. Ishte për të ardhur keq që shqyqyr që shkon njëherë në vit kreu i SPAK-ut shqiptar, për ta parë dhe shqiptarët, për t'i bërë pyetje të duhura që janë sensitive për gjithë shqiptarët, dje ishe pavarësisht se disa heronjë, tastiere dhe delirant rjeti kritikuan Zeqinen, unë mendoj që ajo ishte më dinjitozja